Radio Pendimi, edicioni I lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni qendror I lajmeve I orës 16 në Radio Pendim. Veçojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Grabovci, Gjermania garantuese e zbatimit të marrëveshjes. Turqi, opozita paguan protestuesit. Lajmet nga Kosova. Lulzim Basha, qytetar nderi I Prishtinës. Kryetari I Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, u nderua sot me titullin qytetar nderi I komunës së Prishtinës. Për nderimin e kryebashkiakut të Tiranës, Lulzim Basha është përzgjedhur dita e çlirimit të Prishtinës. Kryebashkiaku Basha është pritur sot nga kryetari I komunës së Prishtinës, Isa Mustafa. Basha do të udhëtojë edhe drejt Prekazit, ku do të zhvillojë homazhe në nderim të komandantit legjendar Adem Jasharit dhe familjes së tij. Grabovci, Gjermania garantuese e zbatimit të marrëveshjes. Shefi I grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, gjatë vizitës zyrtare në Gjermani, ka thënë se ka marrë premtime nga përfaqësuesit e Bundestagut gjerman se pas Washingtonit, Berlini do të jetë garantuesi kryesor I zbatimit të marrëveshjes për normalizim të marrëveshjes me Serbinë. Ai tha se Gjermania mbështet teresinë territoriale të Kosovës. Gjermania pas SBA-s do të jetë mbështetje kryesore e zbatimit të marrëveshjes me Serbinë. Këtë premtim e ka marrë gjatë takimit me përfaqësuesit e Bundestagut gjerman, ka thënë dhe të tjera Adem Grabovci për epokën e re. Lajmet nga Shqipëria. Në Shqipëri kuren bizneset e mëdha. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se kriza ka ulur numrin e bizneseve të mëdha aktive që kontribuojnë në buxhetin e shtetit. Sipas një raporti zyrtar të financave, në 3 mujorin e parë të vitit, numri I kompanive që paguajnë tatimin mbi fillimin ra në 5% krahasuar me vitin e kaluar. Ky është viti I dytë me radhë që tatimet përballen me tkurin e numrit të bizneseve të mëdha, ndonëse në 2012 rënja ishte më e ulët. Sipas ligjit, detyrimin për të paguar tatimin mbi fitimin e kanë të gjitha kompanitë që realizojnë një xhiro prej 8 milion lekë në vit. Tkurja kësaj kategorie të biznesit, që është edhe ajo më e rëndësishme për buxhetin, por edhe punësimit, lidhet me gjendjen e vështirë të ekonomisë. Kolegji në vend të KQZ-s si zgjidhje për Shqipërinë. Për të mos rrezikuar procesin e 23 qershorit, kolegji zgjedhor mund të kryejë detyrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, transmeton AS. Eksperti I zgjedhjeve Krista Çkuma shprehu këtë qendrim, por sipas tij partitë duhet të mbajnë në përgjegjësinë që shkelin ligjin duke lënë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me 3 vende bosh. Jemi në kushtet kur nuk ishte menduar se do të ndodhë një gjë e tillë. Megjithatë, ka valvula të cilat edhe mund të përdoren si të tilla, siç është kolegji zgjedhor që të realizojnë objektivin e madh, realizimin e procesit zgjedhor, sesa dhe si u realizua ky proces në plotësimin e ligjit mbetet pastaj për të diskutuar dhe për të reflektuar mbi sjelljen e atyre që kishin detyrim për të realizuar procesin zgjedhor në përputhje me ligjin, tha Kumë. Lajmet rajonale. Lajçak nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Shefi I diplomacisë slovake Miroslav Lajçak ka përsëritur se vendi I tij nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por dëshiron perspektivën evropiane për të rajonin. Nuk është në interesin e askujt që të ekzistojë vrimë e zezë, ku nuk ka sundim të së drejtës, të ligjit dhe bashkëpunimit. Qëndrimi ynë është konsistent, ka thënë Lajçak në një intervistë për të përditshmen serbe Veçenja Novosti. Turqi, opozita paguan protestuesit. Një deputet nga Partia Popullore Republikane CHP Alaatin Yüksel vizitoi demonstruesit në Izmir, të cilët ishin mbledhur kundër planeve të qeverisë për zhvillimin e Gezi Parkit në lagjen Taksim të Stambollit. Në video ai shihet duke I dhënë të holla demonstruesve, duke I inkurajuar të përdorin fjalë fyese për kryeministrin Recep Tayyip Erdogan. Njëri I cili shante kryeministrin fitoi para nga deputeti I opozitar I CHP-s. Pas kësaj ai u dha të holla demonstruesve, të cilët vazhduan të përdorin fjalë fyese. Por rreth 2 javë demonstrata të dhunshme janë mbajtur kundër planeve të qeverisë për projektin e urbanizimit të Gezi Parkit në Stamboll, plan I cili do të zhvillonte edhe më tej metropolin e Stambollit.
Data për Serbinë varet nga zbatimi i marrëveshjes. Qeveria gjermane në samitin e Bashkimit Evropian në fund të qershorit do të propozojë që data e negociatave me Serbinë për antarësim në Bashkimin Evropian të varet ekskluzivisht nga përparimet në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Ky qëndrim i Gjermanisë sipas agjencisë serbe Beta do t'i bëhet e ditur përfaqësuese së qeverisë së Serbisë Suzana Grojbeshević, e cila është ngarkuar me çështjet e integrimeve evropiane. Ku ajo sot do të takohet në Berlin me përfaqësuesit e parlamentit gjerman dhe me zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Qeverisë Federale. Kancelarja gjermane Angela Merkel ndihet obliguar që të mos tërhiqet nga qëndrimi i saj dhe në gusht të vitit 2011. Lajmet ndërkombëtare. Siri, Damasku dhe Raka në bombardime. Lufta civile në Siri vijon të bëhet gjithnjë më e dhunshme nga forcat e regjimit të Bashar al-Assadit. Ata po bombardojnë zonat e kontrolluara nga opozitarët në kryeqytetin Damask dhe Raka, nga ku bëhet e ditur se pas marrjes së kontrollit të fshatit Buvejde nga militantët e Hezbollahut gjatë fundjavës është thyer rezistenca opozitarëve rreth qytetit e Qusair. Ministri britanik i punëve të jashtme William Hague deklaroi të dielën se qëndrimi jashtëzakonisht i pavullnetshëm i fuqive perëndimore rreth furnizimit të opozitarëve sirian me armë dhe sukseset e fundit të forcave të Asadit vënë në rrezik planin për një konferencë paqeje në Gjenevë. Nga ana tjetër, në Washington po përjetohen zhvillime të rëndësishme. Agjencia e lajmeve Press njoftoi se shumë shpejt administrata amerikane do të vendosë për armatosjen e opozitarëve. Mësohet se Shtëpia e Bardhë, menjëherë pas tentativës së forcave të regjimit sirian për të marrë kontrollin e Homsit, një qytet ky me opozitë strategjike mjaft kritike, ka vendosur të organizojë një mbledhje. Në rast se Homsi bie në duart e regjimit, atëherë do të ndërpriten lidhja e opozitarëve me jugun e Sirisë dhe forcat e Asadit do të përfitojnë një rrugë të hapur nga Damasku deri në brigjet e Mesdheut. Ekspertët theksojnë se krahas furnizimit të opozitarëve me armë, Shtëpia e Bardhë po shqyrton më seriozisht opsionin për një zonë ndalim fluturimi kundër forcave ajrore të Asadit. Tensioni vazhdon të rritet edhe në Liban, një vend ky që është prekur nga lufta civile në Siri. Gjatë protestave kundër ndërhyrjes së Hezbollahut në Siri, u përjetuan trazira të shumta, ku një protestues humbi jetën në demonstratën e organizuar pranë ambasadës së Iranit në kryeqytetin Beirut të Libanit. Kritika e regjimit të vizave në Britani. Deputet nga tërë spektri politik parlamentar kanë kritikuar politikën e emigracionit të qeverisë së kryeministit Cameron, pasi sipas tyre rregullat e reja të marrjes së vizave dhe bashkimeve familjare po shkatërrojnë familjet dhe kanë lënë me mjeja britanik në pamundësinë e të jetuarit me gratë dhe partnerët e tyre, duke ndikuar edhe te fëmijët në shumë raste. Deputetët kanë kërkuar rishikimin urgjent të rregullave për bashkimet familjare, të cilët u vendosën korrikën e kaluar, të cilat sipas deputetëve po shkaktojnë dhimbje dhe vuajtje shtetësve britanik dhe familjeve të tyre. Një zëdhënës e emigracioni tha se rregullat për bashkimet familjare janë hartuar që ata që duan të vinë në Britani për të bashkuar me bashkëshortet apo partnerët nuk do të shndërrohen në bar për taksa paguesit britanik. Sipas disa të dhënave, rreth 47% e popullsisë së zënë në punë në Britani nuk do të kishte përmbushur këtë kriter financiar të ardhurash për bashkimin familjar. Për shkak të Sirisë, Kerry shtyn vizitën në Izrael. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka shtyr një udhëtim në Izrael dhe territoret palestineze për të marrë pjesë në bisedimet e Shtëpisë së Bardhë se si t'i ndihmohet opozitës siriane, të cilët mbahen këtë javë. Zëvendësja e departamentit të shtetit Jan Psaki tha se takimi do të përqendrohen në të gjitha opsionet për të ndihmuar opozitën me përjashtim të vendosjes së çizmës në terren apo vendosjes së trupave amerikane. Njoftimi erdhi pas raporteve se Washingtoni po shqyrton armatosjen e kryengritësve sirian, të cilët kanë pësuar një seri humbjesh që kur grupi militant libanez Hezbollah hyri në konflikt në anën e trupave qeveritare të presidentit Bashar al-Assad. Armatosja e rebeleve ka qenë një çështje e diskutueshme në mesin e zyrtarëve amerikan, me disa që paralajmëronin se armët mund të bien në duart e ekstremistëve antiperëndimor. Parashikimi i motit. Të nderuar dëgjues, sjellni të dhënat e Institutit Meteorologjik të Kosovës. Koha në Prishtinë është 23 gradë Celsius, vranësira dhe diell. Po ashtu edhe Tirana ka 23 gradë Celsius të përcjellur me vranësira dhe diell. Ndërsa Shkupi ka 22 gradë Celsius, po ashtu vranësira dhe diell.
Të nderuar dëgjues, kjo është e tyre përgatitur për edicionin qendror të lajmeve të orës 16 deri takimit tonë të radhës. Mirëmbëngjes.